Qoftë lavdruar Jezu Krishti, të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, ju ftojmë në këto momente që të lusim së bashku mbrëmsoren. Sot është e premte dhe jemi në javën e 4 të kohës së kreshmeve. Psalmet i marrim nga java 4 e psalterit. O hymë e janë ndim, O Zot, shpejto të më ndihmosh. lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Himni. O Jezus, je themeluesi i agjërimit të kreshmeve. Më ngjillet na i mësove për shërim të mendjeve. Bëju tash ti krah kishës, pendesës që ndroj pranë, shtrirë përdej të lutemi të falësh mëkatet tanë. Ti vajet e ribëra shlyej me hirin tënd, erojën ka ardhmja me shumë butësi përdore. Të shpërblyer nga veprat vjetore të pendimit, të shkojmë në gëzimet e pashkëve të denja për kremtimin. Ty gjësia e sendeve ta dhuroft trini e mëshirshme, me faljen tënde të përtrirë, të këndojmë një këngë të re. Amen. Antifona e parë. Çdo ditë të bekoj o Zot, i kujtoj veprat e dashurisë sate. Psalmi 145, pjesa e parë. Rreshtat 1 deri 13. Lavdi lart madhërisë hynore. Do të lartësoj o mbret hyj im, dhe do ta bekoj emrin tënd për gjithmonë e jetë. Çdo ditë do të bekoj, dhe do ta lavdëroj emrin tënd për gjithmonë e jetë. Zoti është i madh, e i lavdërueshëm, e pashqyrtueshme është madhëria e tij. Breznia e breznisë do t'ja tregoj veprat e tua, dhe do ta shpallin pushtetin tënd. Do ta shpallin madhërinë e shenjtërisë sate. Do t'i tregojnë mrekullitë e tua. Do t'a tregojnë fuqinë e veprave të tua të tmerrshme. Do t'i kumtojnë veprat e madhërishme të tuat. Do t'a përhapin kujtimin e hirësisë sate të madhe. Do t'i brohorisin drejtësisë sate. Zoti është vetë butësia e mëshira, i ngadalshëm në zemrim dhe plot dashuri. Zoti është i mirë për të gjithë, i dhimbshëm për të gjitha krijesat e veta. Le të lavdërojnë o Zot të gjitha veprat e tua, e le të bekojnë shenjtrit e tu, le ta tregojnë lavdin e mbretërisë sate, e le të kuvendin për pushtetin tënd. Për t'u shpallur njerëzve gjithë pushtetësinë tënde, dhe lavdinë e madhërisë së mbretërisë sate. Mbretëria jote është mbretëria mshueshme, pushteti yt prej breznie në brezni. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. Çdo ditë të bekoj o Zot, i kujtoj veprat e dashurisë sate. Antifona 2. Sytë e të gjithëve janë drejtuar me shpresë të ti o Zot. Psalmi 145, pjesa 2, rreshtat 14 deri 21. Mbretëria jote është mbretëri e amshuar. Besnik është Zoti në të gjitha premtimet e veta, i shenjtë në të gjitha veprat e veta. Zoti u jep dorën atyre që u merren këmbët, i çon ata që rrëzohen. Sytë të gjithëve shpresojnë në ty, ti u jep ushqim në kohën e duhur, ti e hap dorën tënde dhe mbush me të mira çdo gjë të gjallë. I drejtë është Zoti në të gjitha udhët e veta, dhe i shenjtë në të gjitha veprat e veta. Zoti është afër të gjithë atyre që thërasin, të gjithë atyre që thërasin me qiltri. E plotson dëshirën atyre që e druajnë, u dëgjon britmen dhe i shpëton. Zoti ruan të gjithë ata që e duan, kurse të paudhët të gjithë do t'i shuaj. Goja ime do ta shfaq lavdinë e Zotit. Çdo njeri do ta bekoj emrin e tij të shenjtë për gjithmonë e jetë. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Sytë e të gjithëve janë drejtuar me shpresë të ti o Zot. Antifona 3. Të drejta dhe të vërteta janë udhët të tua, o mbret i popujve. Kënga kraso librin e zbulesës, kapitulli 15, rreshta 34. Himna adhurimi dhe lavdi. Të mëdha dhe të madhërueshme janë veprat e tua, o Zot, hyj o i gjithë pushtetshëm.
Të drejta dhe të vërteta janë udhët e tua, o mbreti i popujve. Kush të mos të druaj ty o Zot, dhe kush të mos e lavdëroj emrin tënd. Ti vetmi je shenjti. Të gjitha kombe do të vinë dhe do të adhurojnë para teje. Sepse gjygjet e tua u dëftuan të drejta. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Të drejta dhe të vërteta janë udhët e tua, o mbret i popujve. Leximi i shkurtër marr nga letra e Jakobit, kapitulli 5, rreshti 16, 19 dhe 20. Rrëfeni mëkatet i njëri tjetrit dhe lutuni për njëri tjetrin që të shëroheni. Urata të drejtit ka shumë fuqi kur thuhet me gjithë zemër. Vëllezërit e mi, në qoftë se ndonjë prej jush e lë udhën e së vërtetës, por nëse ndokush e kthen, le ta dini se kush e kthen mëkatarin prej udhës së gabuar, do t'ja shëlboj shpirtin nga vdekja dhe do të bëj të zhduket një shumicë mëkatesh. Përgjigje e shkurtër. Lum njeriu që kujdeset për të dobtin, Zoti do të kujdeset për të. Lum njeriu që kujdeset për të dobtin, Zoti do të kujdeset për të. Do të bëj që të jetojë i lumtur mbi tokë. Zoti do të kujdeset për të. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Lum njeriu që kujdeset për të dobtin, Zoti do të kujdeset për të. Kënga ungjillore Magnificat, antifona. Askur zvuri dorë mbi Jezusin, sepse endes kishte ardhur koha. Kënga Virgjës së Lume sipas Lukës Ungjilltar, kapitulli i parë. Lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin. Shpirti im me hare i brohorit hyjit shëlbuesit tim, sepse shikoj me pëlqim mbi shërbëtoren e vet të përvuajt. Qëse që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur, sepse punë të mëdha bëri për mua hyi i gjithë pushtetshëm. I shenjtë është emri i tij, Mëshira e tij brezni me brezni, për ata që e druajnë. E tregoi fuqinë e krahut të vet. I hodhi poshtë qëllimet e krenarëve, I rrëzoi princat prej froneve të tyre. I lartësoi të përvuajturit, Me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë. e të pasurit i nisi duar thatë, I ndihmoi Izraelit shërbëtorit të vet, duke sjell në mend mëshirën, si u apati premtuar e tërvetan. në të mirën e Abrahamit e të pasarzëve të tij në amshim, Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Askur s'vuri dorë mbi Jezusin, sepse ende s'kishte ardhur koha. Lutjet e besimtarve. Shëlbuesi i botës Jezu Krishti, me vdekjen e vet e shkatroi vdekjen tonë dhe me ngjalljen e vet e përtriu jetën. Atë të adhurojmë dhe sinqerisht ta lusim. Shenjtroje popullin të cilin e ke shëlbuar me gjakun tënd. Shëlbuesi ynë Jezu Krisht, bëj që me kthimin nga mëkatet dhe me pengesë të përhershme, të marrim pjesë në mundimet e tua, ashtu që të mund të marrim pjesë edhe në lumturinë e amshuar. Shenjtroje popullin të cilin e ke shëlbuar me gjakun tënd. Bëj që ta fitojmë mbrojtjen e nënësate ngushëlluese së të pikëlluarve, që ta meritojmë atë ngushëllim me të cilin mund të na ngushëllosh vetëm ti. Shenjtroje popullin të cilin e ke shëlbuar me gjakun tënd. Bëj që besimtarët e tu të bëhen pjesëmarrës në mundimet e tua, në çastet e vështira të jetës, në mënyrë që ta dëftojnë me jetë shëlbimin tënd. Shenjtroje popullin të cilin e ke shëlbuar me gjakun tënd. E përule vetveten duke u bërë i dëgjueshëm deri në vdekje, mu deri në vdekje në kryq. Bëj që shërbëtorët e tu të bëhen të dëgjueshëm, të durueshëm dhe të qëndrueshëm. Shenjtroje popullin të cilin e ke shëlbuar me gjakun tënd. Me dhuratën tënde ke bërë që trupat e të vdekurve të bëhen të ngjashëm me trupin tënd të famshëm. Bëj që dhe ne të bëhemi pjesëmarrës të lumturisë së tyre. Shenjtroje popullin të cilin e ke shëlbuar me gjakun tënd.
Aty që e në qiell u shenjtroft emri yt, ardh mbretëria jote u bëft vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona si falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bjem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. O Hy, ti që ligështis soni përgatite ndihma të përshtatshme, bëj po të lutemi ti pranojmë me gëzim frytet e shëlbimit dhe ti dëshmojmë me një jetë të shenjtë nëpër Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti na bekoft, na ruajt prej çdo së keqe dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.